Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, ka ushtruar të drejtën e votës në zgjedhjet e kësaj të diele në Shqipëri, pasi zotëron edhe shtetësinë shqiptare. Përmes një postimi në Facebook, ai bën me dije se ka shprehur mbështetjen e tij për një kandidat që sipas Ladrovcit ka qenë dhe duhet të mbetet zëri i fuqishëm i çështjes kombëtare në Kuvendin e Shqipërisë. Erdhëm dhe votuam, presje kandidatit të cilin e votova të vazhdojë të jetë në parlament, të jetë avokat i çështjes kombëtare sikur deri sot për Kosovën dhe shqiptarët kudo që jetojnë, shkruan kryekomunari i Drenasit për krah fotos ku shihet me familjen e tij. Ai theksoi se deputetët dhe drejtuesit shtetëror në Shqipëri kanë një përgjegjësi të qartë për të përfaqësuar dhe mbrojtur interesat e shqiptarëve që jetojnë edhe jashtë kufive administrativ të vendit. Deputetët, ashtu edhe drejtuesit ekzekutiv të shtetit, e kanë obligim moral, kombëtar e kushtetues të ngritin dhe mbrojnë çështje me rëndësi të shqiptarëve jashtë kufive administrativ. Obligimi i shqiptarëve jashtë kufive administrativ dihet që është ta duan Shqipërinë, u shpreh ai. Kryekomunari i Drenasit ka votuar në qytetin e Tiranës, më konkretisht në gjimnazin Besnik Sykja.